Ramazani është një prej muajve të kalendarit hënor. Po në raport me kalendarin diellor që përdorim kryesisht ne, lëviz 10 ditë. Lëviz 10 ditë. Ka urtësi kjo? Absolutisht që ka urtësi. Domethënë po të ishte Ramazani një muaj fiks, siç e kemi, për shembull ne tani kemi ndimër, i bie që një pjesë të popullsisë së botës do të ishte gjithmonë në verë. Dhe ke Zoti nuk ka racë të privilegjuar, nuk ka njerëz më të mirë se disa të tjerë, nuk ka raca më të zgjedhura, tek Zoti jemi të gjithë njësoj. Atëherë dhe adhurimin e Zotit ne e bëjmë njësoj. Pra, dikush e shijon në verë, dikush e shijon dimër, ne për shembull tani në këtë kohë shijojmë dimër dhe afërsisht për 25-30 vite do ta shijojmë dimër, një pjesë tjetër e botës e shijon në verë, pastaj do të ndodhë kundër, ne do ta shijojmë verë, ata do ta shijojnë dimër. Pra, sikur po na thot Zoti, nuk është raca, nuk është ngjyra, nuk është kombësia apo nacionaliteti, ajo që ju i bën më të mirë te Zoti, ajo që i bën më të mirë te Zoti është perfeksioni, është devotshmëria, është devocioni, është korrektësia, është sjellja, edukata e kështu me radhë.